Vitet 90-ta, për kombin shqiptar në Jugosllavi, janë vitet e ndryshimeve më të mëdha politike dhe pothuaj më pozitivet në 100 vjetet e fundit. Këto vite, megjithatë, mund të shënohen edhe si vitet më të kopshme për historinë e kombit shqiptar, siç në krye të lëvizjes kombëtare vihen njerëz të cilët në asnjë moment nuk do të realizonin premtimin e bërë përpara shqiptarëve që Kosova të bëjë shtet i pavarur. Janë po këto vite, kur pas një zhgënjimi të plot në klasën politike, do të nxirrnin në baltën i forcë të re ushtarake politike të Kosovës, në njeri me emrin Adem Jashari nga Plekazi i Drenicës, i cili historinë e shqiptarëve do ta ndryshonte për 100 vjet. Mirë luftuj kanë peje gjako, mirë luftuj kanë peje gjako, mirë luftoj Prizreni, Prishtina, e lapi me rrugo. Një natë, kur ai po çmallej bashkë me gjithë familjen, forcat serbe ishin duke kryer rrethimin e shtëpisë së tij. Po nashta kthehen. Nashta kthehen. Kena nërmen me liftu dik në desim. Dhe pas 52 orë luftimesh, duke lënë 10 polic të vrarë, Adem Jashari bie me gjithë familjen dhe një pjesë të lagjës Jasharajve. Kudo në për demonstrata brohorit e emri Adem Jasharit, kudo në për demonstrata brohorit e emri ushtrisë çlirimtare të Kosovës, e cila po lindte nga bijtë dhe bijat më të mirë të kombit shqiptar. Dhe ja, tek i shikoni këta djemë të kthyer nga perëndimi, të cilët po shkonin që të mbronin nderin dhe dignitetin e popullit shqiptar. Janë këta djemë dhe vajzat e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të cilët do të rishfaqen në çdo kohë e në çdo vend. Ashtu, sikurse do të rishfaqet për jetë e mot i vdekuri i gjallë në mesin e ne gjallëve të vdekur Adem Jashari. Tom në rarë ka pak, si tu, me një lëshim.
fala u kanë dhënë kush vdesin. Faleminderit. Jam kanë ngojës në ato parimet. Që jemi marrë vesh. Besa besuar, veç edhe vetëm një vdekje se tjetër s'kallë këtë jetë, edhe një fjallë e mirë. Në rregull, toni e mirë, shoft. E s'kanë. Kemi thonë që çka të ndodhë tonë se bashkë do të dhamë jetën. Dhe vetëm besa besën edhe një vdekje tjetër s'ka. Me grytë fushë.